Gratë dhe vajzat janë mbështetëse më të mëdha të Partisë Socialiste dhe kjo del qartë në çdo sondazh publik, deklaroi Bledi Çuçi gjatë një takimi elektoral në rajonin numër 3 në Vlorë. Drejtuesi politik i Partisë Socialiste shoqëroi në këtë takim nga kandidatët për deputet Briseda Çakëri, Zamira Sinaj, Eriona Ismaili dhe Piro Vëngu. Partinë Socialiste besoj se s'na thot dot kush të kundërtën, s'na kundërshton dot kush çfarë kemi bërë ne për barazinë gjinore, për përfshirjen e grave dhe vajzave në vendimarrjen publike, në jetën publike. Jemi ne dhe askush tjetër, asnjë forcë tjetër politike, që në gjithë këto vite kemi bërë të mundur që gratë dhe vajzat të kenë vendin e tyre të merituar, duke filluar që nga niveli bazë i organizimit të një partije, si që është Organizata Socialiste në rastin konkret të Partisë Socialiste, ku kemi krijuar modelin e bashkëkryesimit të organizatave një burr, një grua, në çdo nivel tjetër që vjen më lart, duke filluar nga këshillat zonal, nga kryetarët e partive, nga këshilltarët dhe sigurisht pastaj në përqindjen që kemi krijuar në parlament dhe ajo që është dhe më transformuesja, besoj unë që në një moment arriti në majat botërore të përfaqësimit të grave në qeveri. Asnjë qeveri tjetër më përpara, asnjë forcë tjetër politike më përpara nuk ka krijuar kushtet për një barazi të tillë dhe shans të barabartë për gratë dhe vajzat. Gjatë fjalës së tij, Çuçi evidentoi edhe një rolin e Partisë Socialiste për përfshirjen e grave dhe vajzave në strukturat e partisë, qeverisjen vendore dhe qendrore. Edhe lista e kandidatëve që ne kemi paraqitur qarkut të Vlorës për të votuar, ju e shikoni shumë mirë çfarë balance ka midis burrave dhe grave. Po më thoni ju mua, ka ndonjë gjë që shkon ke ajo listë që me demek është bërë thjesht për të krijuar balancë? Jo, asgjë. Secili nga e grua dhe burr që përfaqësohet atë listë ka meritën e vet absolute si qenie dhe personalitet më vete, pavarësisht nëse është burr apo grua. Në sondazhe ju dilni që na përkrahani më shumë, gratë dhe vajzat e përkrahin më shumë Partinë Socialiste se sa burrat. Kjo ka dalë nga sondazhet, është e qartë kjo gjë dhe sigurisht që kjo ndodh sepse ju e keni kuptuar shumë mirë, ju e ndjeni shumë mirë, ju e shifni për ditë se çfarë po bëjmë ne që ju të jeni pjesëmarrëse me drejta tërësisht të barabarta në jetën publike dhe në vendimarrjen nga niveli më i ulët deri në nivelin më të lartë të qeverisë. Vota për numrin 5 në fletën e votimit. Ajo është shumë e rëndësishme, sepse aty burojnë të gjitha këto gjërat që po ndodhin këtu, përfshi edhe kandidimin e Brisit në rajonin 3. Faleminderit shumë edhe suksesën këtë fushat për numrin 5, Partia Socialiste dhe pastaj e dini vetë alfabetin se si vjen. Duke folur për listën e kandidatëve të Partisë Socialiste në qarkun e Vlorës, Çuçi theksoi se ajo është një listë e balancuar nga pikpamja gjinore.